edhe është përpjekur të treguar pse ka ardhur te kjo, dhe pastaj ka pasur edhe incidenti me tutje, sigurisht që janë organet e drejtësisë që e shpjegojnë. Por pastaj rrjedha është e tillë që realisht ne dim shumë mirë që incidentet ndodhin, nuk është e pëlqyeshme asesi, por gjithsesi ne duhet të pranojmë që nuk duhet shkelur mbi sakrificën, mbi atë heroizëm që e kanë bërë dëshmorët, invalidët dhe veteranët e luftës dhe gjithë popullata e Kosovës. Dhe në këtë drejtim sigurisht policia ka ardhur dhe ka marrë edhe kamerat dhe ka marrë rastin e dorë. Fatkeqësia në këtë pjesë është se kemi një rast ku qeveria, Ministri i Punëve të Brendshme dhe Albin Kurti mundohet të demonstrojë forcë, duke ndërhyrë në organet e drejtësisë, sepse prokuroria është ajo që tregon akoma nevojë për masa tjera të sigurisë, ndërsa shihet qartë që e kanë hapur urdhër që të rrethoj Drenicën, që të poshtroj Sami Lushtakun, që të poshtroj Drenicën. Dhe sigurisht që drenicasit, qytetarët e asaj zone nuk lejojnë që të nënçmohet e të poshtrohet Drenica as komandanti i tyre, dhe keni parë edhe ju besoj protesten që ka ndodhur atje. E kam theksuar që në hyrje në fakt se çfarë ka ndodhur. Kolegja ime Esmeralda Mulaj dëshiron t'ju drejtoj një pyetje, nëse vazhdojmë takimin e lidhje të drejtë për drejtë zotin Lushtaku, ka një ndërhyrje, ka një shkëputje, besoj që ata që po e ndjekin duan ndoshta edhe t'i bëjnë ndërhyrje, por jemi live, kështu që është pak e vështirë ta bëjnë këtë interferencë. Kolegja ime Esmeralda Mulaj ka një pyetje, një replik për ju. Mirëmbrëma zoti Lushtaku, pyetja ime është, a është normale që të çoni të gjithë ata qytetarë përpara komisariatit, përpara prokurorisë, duke si një farë presioni? Për çfarë duheshin gjithë ata njerëz me traktor për të bllokuar rrugën, për të demonstruar një farë force dhe forcë para institucioneve të Kosovës, dhe pse nuk ju përgjigj më shpejt zoti Lushtaku thirrjes për t'u marrë në pyetje, sepse policia thoshte në njoftimin në komunikatën e saj që ai nuk u paraqit, nuk u mor në pyetje. Realisht nuk është normale që policia e Kosovës të përdorën si aparat partijak. Dhe kjo është fatkeqësia e kësaj ngjarje, sepse policia e Kosovës e ka pasur një rejting të jashtëzakonshëm të besueshmërisë të qytetarëve dhe ende e ka. Dhe unë jam njoftuar se janë suspenduar 2 policë për shkak që kanë dhënë urdhë dhe ata nuk kanë zbatuar urdhën sepse u pasi është puro politik. Dhe sigurisht që këtu do të ketë edhe një hetim për këtë urdhër politik që kanë bërë qeveria Kurti në ikje, Ministri Spetla dhe Albin Kurti, i cili e ka qeverinë. Qytetarët kanë të drejtë të demonstrojnë, të protestojnë, të shprehin pakënaqësinë e tyre kudo dhe kudo që para çdo objekti shtetëror, sepse në fund të ditës ne kemi pasur që ka pasur ndërhyrje, ka ardhur nga Prishtina policia hetimore dhe prandaj ka pasur reagime sepse është tensionuar situata dhe tendenca për me bë politike dhe për të demonstruar forcë para qytetarëve të Drenicës për komandantin bashkëluftarin e Adem Jasharit, sigurisht që qytetarët që kanë përjetuar luftën nuk e lejojnë këtë gjë dhe sigurisht që kanë dalur në mënyrë më paqësore të demonstrojnë. Mirë, po drejtësia është drejtësi dhe nëse prokurori X apo prokurori i përgjithshëm ka vendosur që këtë çështje do ta hetojë një prokuror, ju nuk mund të dilni kundër drejtësisë, pastaj të njëjtën gjë keni akuzuar zotin Kurti që nuk shkoi në prokurori kur e thirri prokuroria, të njëjtën gjë u bë edhe në këtë rast. Tani kur do thret prokuroria, fatkeqësisht janë 2 dimensione tjera dhe janë në kundërshtim me ato që baba im ka prezantuar, sepse ai ka shkuar në polici dhe është përgjigjur, edhe ka kërkuar edhe ma herët që t'i përgjigjet, por nuk kanë qenë të gatshëm që ata të marrën në pyetje
për të dëshmuar se pse kanë pas procedura tjera. Dhe kur kemi marrë ftesën pastaj zyrtare, ne jemi përgjigjur dhe kemi këtë rast baba im është përgjigjur dhe ka shkuar në polici. Nuk është çështja se nuk i besojnë prokurorisë, drejtësisë, sepse edhe baba im ka luftuar që të ketë një gjykat, të ketë shtet, të ketë institucione. Dhe ne i respektojmë ato me përkushtim dhe me një dashni të madhe për vendin, sepse ata mas shumë t'i kanë sakrifiku. Por kur keq përdoret dhe japen urdhra policisë së Kosovës, atëherë sigurisht që shihet çfarë që është kundërshtim. Thamë edhe edhe më herët, se realisht policia apo njësia speciale me maska dhe me armë të gjata ka ardhur dhe ka rrethu Skënderajin me vetëm qëllim që të demonstrojë forcë pa urdhër të prokurorit. Dhe kjo është fatkeqësia, sepse është përzirë në një çështje të drejtësisë pa pasur nevojë. Pa kërku prokurori, për andaj ka pas reagime. Ndërsa rasti i Albin Kurti dihet fare mirë, ai i ka kërku, nëse kanë guxim le të vinë dhe le të më morën në pyetje. Dhe kjo i ka sfidu shumë drejtësinë dhe ai nuk është shembull për drejtësi, nuk mundet me kohë një kryeministër i një vendit dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në botë, sidomos në vendet perëndimore dhe demokratike, që kryeministri nuk i përgjigjet institucioneve të drejtësisë, këtë rast edhe prokurorisë, sepse ai duhet të jetë shembulli më i mirë që të demonstrojë që ka drejtësi dhe i beson institucioneve, po ai po tregon të kundërtën dhe po e sfidon atë. Zoti Lushtaku, ju falenderoj shumë për kohën dhe që